Mirë, me qenë se jemi në njëhonën e Albania's Got Talent të sezonit të 2 dhe shfaqjes fantastike që pa mbrëm në ekranin e Vision Plus, do intervistojmë një personazh i cili pati fatin vitin e kaluar ta shkelte atë skenë. E dim që, a thash dhe në fillim të mesdritës, e dim që ka berber që qethin, janë mjeshtër të gërshërës, por nuk ka shumë prej atyre që bëjnë, të thoja, art me gërshër, me flak, me sy mbyllur, sepse kjo është e veçanta e këtij personazhi. Sot do flasim me Azem Shehin, i cili në këto momente është në Itali, jeton atje, operon atje, suksesin e ka marrë atje, por ka gjetur kohë që t'intervistohet nga ne. Azem, ne të përshëndesim. Përshëndetje nga Mesdrit. Përshëndetje është me ti sa me zitën me ju. Falderit. Vetëm të keni ngatru bjerë emër, ma keni po Shehi, e kam fishtë. Edhe një herë, sepse nuk e dëgjuam mirë. Më keni ngatruar mbi emrin, ma keni po Shehi, por... Sheshi, apo jo? Fa i marë unë përgjithësit, ti një djalë mos gaboj unë nga Librazhdi? Rogozhina, ja, dhe këtë thash gabim. Nga Rogozhina, por... Azem është syri keq, më besor syri keq, por roj që syri keq mos vi tek qethja që ti po bën aty, çfarë do na tregosh sot? Se publiku të njeh mjaft mirë. Janë gjërë normale. Sot do të bëjmë pak spektakël me sy mbyllur. Si çdo ti. Dhe do të bëjmë një show me flak. Me flak. Pra ke ndërmend që djalin do ta djegim studion tonë, do ta djegim studion. Azem, më shpjego pak, djali si quhet së pari, që është aty me ty? Djali quhet Andi dhe Andi, të përshëndesim. Të përshëndesim nga Mesdrita e Vision Plus. Ndërkohë i ke marrë besoj miratimin e tij që do ta qetësh me sy mbyllur. Po. Okej, ka rënë dakord Andi për gjithçka që mund të ndodhë. Andi, ardh shnosh. Ardh shnosh, Andi. Zotë e rujt. Mirë, ndërkohë, teksa ti do ekzekutosh talentin tënd, që të ka bërë praktikisht kaq të njohur, edhe viral, edhe në rrjetet sociale, edhe fol, edhe qef, po deshe, në qoftë se arrin ti bësh të dyja. Ndërkohë pak. Si lindi ideja për qetur me sy mbyllur, do më thënë është mendoj një shkallë shumë e lartë e profesionalitetit një berberi? Po, me thënë drejtën, pëlqen kur kam punu në fshatin tim të Lush, të qëllimet e punës, dhe unë jam një njeri që duhet të rrezikoj, duhet të përboj stile të reja, eksperienca të reja, dhe mendova pse mos ta bëj këtë show me sy mbyllur. Gradualisht, avashallah duke marrë dorën, edhe shikoja që kur thua Azem gradualisht ja ke marrë dorën, do thotë që në fillime edhe ke qetur në njërin gabim, ha? Po, kemi bova gabime, na i prerje veshit vogël. Na i prerje veshit vogël. Na i prerje veshit. Po ndonjë djegje veshi ka ndodhur? Shqyqyr zote, jo se të e bëj me sy hapur, se po ta bëj me sy në nuk e di se ku të shkone pastaj. Mirë, Azem, duhet na premtosh që kur të vish në Shqipëri, do gjesh kohë, do na begenisësh, na bashkosh studio dhe këtë gjë do e bëjmë bashkë në studio. Po, unë sugjeroj që të qetësh Syrianin live këtu me sy të mbyllur. Flakën pastaj shihe vetë nëse ja vë apo jo, po të paktën qete si fillim. Me sy mbyllur dhe me 3 gërshër. Me 3 gërshër. Dhe me 3 gërshër. Po, kjo është e veçantë, Azemi, ti mban 3 gërshër në dorë. Syriani, gati ti për kur të vi dita? Tani, Azemi duhet mbaj përgjegjësinë nëse ndodh diçka, unë jam në ekran për ditë. Po, patjetër do të bëjmë një kontratë përpara. Bëjmë një kontratë përpara. E ka mësuar detaj. Azem, na tregu pak më tepër, jeton në realitet tjetër që është ai i shtetit fshin italian, je në Torino dhe me siguri në Shqipëri ky profesion yt po gëzon shumë sukses. Marrin shumë parash, një profesion trend, ka shumë të rinj që po shkojnë drejt zanati. Aty çfarë ndodh? Është ky një profesion tërheqës për vajzat? Me thënë drejtën, unë më shumë jam këtë pjesa e gërlirë, këtë djemë, po... Jo, tërheqës për vajzat e kanë fjallën që ti bën këtë profesionin edhe, apo shumë të rinj bën këtë profesionin edhe vajzat e shohin shumë interesant. Po, normal, ka shumë përkesa që shumë të rinj e ndjekin këtë zanat. Azem, sa vite du bën në Itali? Tu në Itali kam bërë me 5 vite. Mi kërtes në Verona, tani kam marrë Torino ku mas kaq vitesh kam hapë dhe salonin tim. Kam 2 muaj këtu, po 3 javë kam që kam hapë salonin. Qartë, pyes për të kuptuar këtë popularitetin, emrin,
këto shfaqjet, le t'i quajmë gjatë atij procesi qetjes, i ke ndërtuar më së shumti me shqiptar apo italian? Primare janë shqiptarë, pastaj edhe italian. Sepse duke pa një video, duke pa spektaklin, se unë dalë në rrugë të çdo qytetit italisë edhe bëj show, dhe pastaj më shkruan dhe italian, vjen shumë. Po shqiptarët janë primare për mua. Sepse falë atyre kam marrë kudo. Edhe Azem, na trego pak, ekziston një besim në Shqipëri që ti nuk e ndron kurse si berberi, mund të ndrosh çfarë do lloj gjëje në jetë, se nuk dua t'i përmend se çfarë, por berberi nuk e ndron, larg qoftë. Por berberi nuk e ndron. Ti si ke klientët besnik, u thojnë nga mbar Italia për të ardhur tek ty? Po, klientët janë besnik, janë shumë kurioz, pasi edhe me këto video që po bëj freestyle në rrugët në çdo qytet të Italisë, kanë marrë shumë audiencë dhe kam shumë kërkesa për show, për reklama. Nuk e prisje që freestyle që unë po bëj është pasante kaq shumë. Që thja ndoshta më e shtrenjtë që ke bërë deri më tani, na e thua dot? Jo, nuk bëj që e shtrenjtë, unë e bëj për pasion të fundit. Për pasion? Për pasion. Wow. Ja, pra janë pikërisht atë fundit që arrin të ndoshta çlirojnë gjithë potencialin e tyre, të talentit që kanë, edhe të arrin deri në këtë fazë, të gjetin me sy mbyllur, me flak, sepse është pasioni ai i cili i karikon. Mirë, Azem, sepse thonë mos i fol ustas në dorë dhe ne nuk do të flasim në dorë. Kur të jesh ti gati, kur të jetë Andi gati. Andi të ngrej dorën nëse është i sigurt edhe nuk ka patur dhimbje deri më tani. Andi patjetër. Po i qesh fytyra kështu që e morën për ti. Andi ngre dorën se nuk e shenjat mirë i live televizion kombëtar. Andi duket i qeshur, duket mirë, edhe më i bukur se më parë. Tani do t'i bëj pak show me flak, nuk e di, zoti e ruajt, jem gretët pak show. Sa shpesh e the zoti e ruajt Azem, kemi filluar po lutemi dhe në këtu në studio. Po, zemrën e kemi ndorë momentalisht. Dhe tani ky është ai momenti për të cilin presin të gjithë nga Azemi. Tani po. Çamina. Grota të lartë. Wow. Edhe një Andi na konfirmoi punë kokën në rast se jemi. Andi bëj me gishtë, okay. Jam okay. E ka paguar. Andi, se mos ka paguar, por Andi, tu është jam okej. I qesh fytyra. Azem, kjo teknikë realizohet në studion e Mesdritës, mendon që mund ta bëjmë tek Syriani? Po, patjetër që po. Duhet vetëm, besoj ke një këshill në këtë raste, kushdo që do qethet, duhet mos lëviz, besoj, mos të bëj lëvizje të papritura. Po nuk do të bëj lëvizje, sepse është diçka rrezikshme. Kështu funksionon e berberis. Nuk e di se nuk qethem aty. Sa po shijoj këtë bisedë. Ja dhe gërshërët. Andi duket për bukuritë, ne. Besoj edhe do ta mbaj mend të shefje. Më bukur se që na erdhi. Po, edhe ne konfirmojmë që duket më bukur se kur erdhi. Azem, trego pak, sa shijove eksperiencën në Albania's Got Talent? Ki qenë një ndër talentet e spikatur të sezonit kaluar, në fakt. Atëherë, jo vetëm në Albania's Got Talent, duhet të rikujtoj dhe që falenderoj shumë dhe falenderoj shumë Vision Plusin, sepse ka qenë i pari televizion që më ka dhënë mundësinë që unë të shfaqe talentin tim. Dhe më kujtohet fare mirë në 2016 mos gaboj në Tusik e Valës. Tusik e Valës, po. I pam edhe imazhet pak më parë që e tregonin pjesëmarrjen tënde aty. Pra, ne për talente nga Vision Plus të kemi pikasur, ç'është e vërteta. Po, falenderoj shumë Vision Plus dhe nuk e harroj kurrë se. Po, dhe ti ke ndëruar faqen. Okej, por unë jam shumë mirë njohur se Vision Plus, dhe edhe eksperjenca që isha vjet në Got Talent, më thon drejtëm kapën pak emocionet, unë jam mësuar çik tani, po më kapën pak emocionet aty, sepse është një emision gjigant dhe fantastik. Nuk mund vështirë të jesh emocionet. Ke bërë mirë që e ke thënë në këto momente, se për të gjithë fazën e audicioneve ka shumë konkurrent që
kanë qenë atë skenë, do ngjiten atë skenë dhe duhet ta kem parasysh edhe pse mund të kesh me mira përvoja, emocionet aty janë vërtet shumë të mëdha. Azem, ti gjithashtu bën një punë të paqme për gara të cilat mund të jenë të karakterit ndërkombëtar, për sa i përket kësaj që ti di të bësh më mirë, berberin. Aty she talentet të tjerë shqiptar apo janë pak emra? Në Itali? Në Itali. Po, ka shumë talent shqiptar, sidomos edhe berberët e parokial janë shumë punëtor në dhe punojnë shumë me pasion. E kemi kuptuar, kemi kuptuar që shqiptarin hidhe ku do duash, do gjej një formë për t'ja dalë. Janë shumë lartë. E vërtet. Mirë, Azem, kemi nevojë që na drejtosh kamerën, sepse dukshëm të telefonuan dhe na ndikon këtë lidhje të drejt për drejt, sepse do shkojnë drejt ekzekutimit të qethjes me 3 gërshër. Pra është e veçanta e Azemit. Azemi nuk është thjesht talent, është multitalent, ditë bëj shumë të shka. Dhe për pos fakti që po ekzekuton punën e vetë dhe po flet. Do jemi me 3. Pra 3 gërshër. Ta nesh me 3 gërshër, oke. E shonë në një panoram të plot. A e ke parë filmin Eduard Duar Gërshëra, po ti e jesh zakonisht i talentuar dhe pa dal nga filmat e Tim Burton. Vërtet, unë me thonë drejtën këtë pjesë me 3 gërshër, gjithmonë i kam nisë qëllimet e mia. Doja të rrezikoja, jam një njeri që nuk duhet dalën. Jo që të mendoj arrita këtu dhe s'përshërë. Pra, je gjithkohës në mësim e sipër. Azem, a vidhet ky profesion apo mësohet? Mësohet. Edhe vidhet. Edhe vidhet. Edhe vidhet. Nësë është që shka do të vjedhë dhe natën. Të vjedhur e ke? Jo, unë kam shumë gjatë punës. Unë kam bo një vit kurs në Tiranë, po 2 orë kurs boja gjithë ditë në rishën të. Tanim, Azem, një pyetje të fundit kam unë. Ka i qëlluar se 8 vite në Itali, praktikisht u bën goxha... Jo, 5 vite. 5 apo 8? Më falë në 5. 8. Oto. Jo, 5. 5. E pra, se 5 me 8 në këtë hall kemi me një gjithmonë. Mirë, u bën 5 vite në Itali. Ka i qëlluar ndonjëherë të qetësh një shqiptar, dhe t'ja thënë, Azem lekët i sjell herën e radhës, dhe nuk t'i ka sjell. Jo, këtu në Itali, ja. Por Shqipëri po besoj. Po mbasa të fillimet që... Po mund të ketë thënë ma shënoj emrin tek lista. Po, unë kam një pyetje tjetër për ty, Azem, të fundit. Se mendoj që dhe mund të kenë ndodhur çfarë nuk kemi parë dëgjuar. Mos vallë ndonjë djalë teksa ke qetur, të ka ndodhur që të përlotet për ndarjen nga dashura, apo në zënk me gruan, apo jo? Jo, të më ndohë. Kush vjen me pres flokët, vjen me u qetësu. Sepse të presësh flokët, ose të shkosh ke i berber, nga po i parukierë, është qetësi, me u qetësu pak me largu nga rutina e përditshme. Jo për të larguar nga gruaja, Mirë. Kuptova. Azem, ndonjë gjë të fundit për na treguar përpara se të përshëndetemi? Po, dua të shfrytëzoj këtë mundësi që po më jepni dhe falenderoj emisionin dhe Vision Plusin. Unë kam pak kohë që jam zgjedhur president për gara ndërkombëtare që do të zhvillohen. Për momentin kemi garën e radhës në Malta, me datë 15 dhe 16 nëntor, dhe kam derën dhe privilegjin të jem drejtues për skuadrën e Shqipërisë, ku me janë bashkuar 20 konkurrentë, berber, parukierë dhe vajza që bëjnë najt. Dhe me janë bashkuar nga Suedia, Greqia, Italia dhe nga Shqipëria dhe jam shumë i lumtur të ndaj me gjithë publikun që skuadra e Shqipërisë do të shkojë shumë e përgatitur dhe shumë e fortë, sepse bëhet një garë shumë e madhe, po janë 20 shtete, më shumë se 20 shtete. Unë në fillim kam pas derën të jem konkurrent në garën ndërkombëtare, pastaj kam qenë pjesë e vlerësuesve dhe tani kam marrë presidentën drejtimin e Shqipërisë dhe jam shumë i lumtur. Shumë urime për këtë detyrë të re dhe kaq të bukur e fisnike. Bravo, mirë bërë që tregove. Njëherë një kohë vendet, shtetet luftonin me shpata, tani dukshëm luftojnë me gërshër, jo për qëllime të këqija, por në kuadrin e një kompeticioni që shpall berberët. Shumë urime, Azem. Shumë kënaqësi. Azem, faleminderit. Andi, faleminderit.
Dhe ja ku ishim në një lidhje, faleminderit na tha dhe Andi me siguri, po në fundit pati dhe një përjetim për një qethje të trefisht, kështu mund ta quajmë këto, mezi pres të ndodh kjo qethje tek ty Surian. Kam idenë që do jesh sypat rëmbur. Unë jam sypat rëmbur, po dola tullac, le të dal tullac, nuk ka problem, pak në publiku e di se si u bëra unë tullac. Pra, shpjegojmë, kemi të dokumentuar me dokumenta. Shkurtimisht themi pas pak, më besoni, nuk keni parë ende asgjë.